Shqipëria ka mundësinë e nisjes së fluturimeve ajrore transoqeanike direkt me Kanadan pranverën e vitit 2026, zbuloi kryeministri Edi Rama, por duke shtuar se finalizimi i marrëveshjes dhe nisja e zbatimit sipas parashikimit është në pikpyetje nga pezullimi i zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku nga gjykata e posaçme. Kreu i qeverisë thotë se pala kanadeze i ka hapur rrugën marrëveshjes për linjën ajrore me Shqipërinë, por procedurat nuk mund të vjojnë pasi autoritetin ekskluziv për këtë hapa, kushtetuta ja jep ministrit dhe kompetencat vendimarrëse nuk mund të delegohen. Kam përfunduar diskutimet në nivel teknik dhe kthim përgjigje pozitive e palës kanadeze, që i ka hapur rrugë lidhjes së marrëveshjes dypalëshe mes Shqipërisë dhe Kanadas për nisjen e fluturimeve ajrore transoqeanike midis dy vendeve. Mirë, po kjo procedurë aktualisht nuk mund të vijojë me hapat e mëtejshëm të miratimit e të nënshkrimit të saj, pasi autoritetin ekskluziv për këto hapa, kushtetuta ja jep ministrit dhe kompetencat e vendimarrjes së tij nuk mund të delegohen tek askush tjetër. Kështu që pezullimi në fjalë vendos një pikpyetje të madhe me fillimin e fluturimeve në qershor 2026 sipas parashikimit. Kryeministri zbuloi këtë situatë me bisedimet për linjën e fluturimeve mes Shqipërisë dhe Kanadas në një postim në rrjetin X, si një prej atyre që i cilëson shembuj të arsyeve pse i është drejtuar gjykatës kushtetuese për heqjen e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, dhe pasojave që siç thotë e cënojnë konkretisht funksionimin e qeverisë dhe interesin publik. Përfshin edhe 36 akte të tjera, ndërsa flet se lista e punëve të bllokuara zgjatet. Aktualisht ka edhe 36 projekte të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ku vetëm akte për indërtimin janë 18, të cilat mbeten të pezulluara bashkë me ministrin, ndërkohë që çdo ditë që pezullimi i ministrit zgjatet edhe lista e punëve të bllokuara. Gjykata kushtetuese ndërkohë lajmëroi se mbledhja e gjyqtarëve për të shqyrtuar ankimimin e kryeministrit kundër pezullimit të zëvendës kryeministres nga gjykata e posaçme do të mbahet më 12 dhjetor. Shkak për shtyrjen, siç njoftoi gjykata kushtetuese, është bërë kompleksiteti i çështjes, volumi i materialeve shoqëruese, agjenda e gjykatës si dhe kërkesa e disa prej anëtarëve të saj.